Dua të kalojmë tek një ndër, siç e quajtë edhe Parzet, një ndër festivalet globale më të mira në botë, dhe tash kjo nuk është një rastësi, apo nuk është vetëm të themi modesti që po e themi, që po e potencojmë, por është me të vërtetë një ndër ngjarjet që duhet krenuar, që kemi prezente pikërisht në Shqipëri, në vendin më të bukur, do ta quajmë në vendin e mrekullirave, sepse Rana e Hedhur, unë e konsideroj si një vend i mrekullueshëm, do të thonë është një perlë që e kemi. Dhe, mbi të gjitha, në këtë vend të shenjtë, organizohet edhe festivali Unum. Me neve sot bashkë do të bisedon edhe PR-i, apo marrëdhënie me publikun, është pikërisht edhe Ardin Balivukun, të cilën e kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina, edhe pse Ardinin e kemi shumë të zanën, unë e di që sot ka nda shumë kohë të rëndësishme të ti, për me qenë bashkë me 9:11 në Alsat, mirë po, unë jam shumë e lumtur që sot do të flasim për gjëra shumë të bukura, muzikë elektronike, plazhin, një line-up fantastik të vitit 2026, pishat dhe rëra. Dhe mineralet e rërës që përveç se në Shëngjin nuk e ku ti marrësh diku tjetër. Pikërisht, mirëmëngjesi Ardin. Përshëndetje, mirëmëngjesi nga Prishtina, e bukur me diell. Jo, me diell, sepse ne këtu modën e kemi pak sa më të lik, mbase ka filluar që të rigon nga pak këtu pika shiu, por ja që për gjithë ata cilët kanë dëshirë për të udhëtuar për Prishtinë, pas kemi një mod fantastik që po na vjen, që po na informon edhe Ardini. Ardin, më në fund kemi një mod fantastik në Prishtinë me diell. Dhe ju përshëndes. Si jeni? Mirë, faleminderit shumë që pranua që të jeni në emisionin tonë mëngjesit. Unë do ta përshëndesja me Mirdita, sepse Ardini vetëm më ka kryer disa intervista sot dhe ne ndoshta jemi të fundit, por ju më pak të rëndësishme. Fillon dita. Sot është ditë Mirdita. Filloi dita. Ardin, unë do doja për gjithë shikuesit tanë të cilët nuk e kanë idenë se çfarë është ose s'kanë qenë kurrë në këtë festivalin Unum, dhe pastaj do doja ta zbërtheja edhe emrin Unum, se çfarë do të thotë, si do e përshkruaje ti ndjesinë me 2-3 fjalë të këtij festivali? Atëre, Unum Festival, fjala Unum rrjedh nga latinishtja, që do të thotë një, të bëhemi një, apo become one, siç thatë ju, do më thonë, deti, mali, rëra, pishat, mineralet, dielli, të gjitha këto elemente e bëjnë Unumin një. Edhe gjithë filozofia edhe misioni, vizioni i Unumit është që të gjitha këto elemente t'i bëjnë një, duke prezantu potencialin e turizmit në veri të Shqipërisë, përkatësisht Ranës së Hedhun, e cila është një perlë, si shta kolega në studio, që duhet të eksplorohet, edhe shumë pak njerëz e dinë se ekziston një perlë të veri të Shqipërisë, edhe ne kemi arritë që për 7 vite, kjo është viti i 7 radhazi, që përmes muzikës elektronike, përmes rinisë të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Evropës dhe botës, t'i sjellim aty që njerëzit të përjetojnë një eksperiencë të veçantë, duke dëgju muzikë, duke përjetu atë perlë të Ranës së Hedhur, në për pisha, në për plazh, në për rërë e kështu me radhë. Po, unë do doja që ta pyesja Ardinin, sepse e dim që kohëve të fundit po bëhet një betejë shumë e madhe mes qytetarëve, pikërisht në atë zonën atje, por nuk e di a preket kjo zona tek pjesa e rërës së Hedhur, mes banorëve të cilët nuk ka problema? Jo, do më thonë... është komplet një zonë tjetër. Ardin, du të me pru dritron të Rana e Hedhun, pikërisht në Unum Festival me pa, se e kupton që është një mrekulli. Se pas ka Aberin që shtojnë. Jo, Aberin s'ja kam, as me muzikën elektronike s'ja kam, prandaj unë jam komplet për atë thash ta spjegojmë që ta kuptojnë edhe qytetarët në përgjithësi, që ta dinë se për çfarë bëhet fjalë. Ta zbërthej unë më mirë. Në vitin 2019, po, më thuaj. Kështu, do më thonë, Unumin, qytetarët e Lezhës e presin edhe përqafojnë me shumë dashuri, edhe me shumë respekt, duke patër parasysh që edhe një qëllim tjetër kryesor është, që përmes Unumit i sjellim shumë turist nga gjithë bota, ku në këtë mënyrë përfitojnë gjithë qytetarët e rajonit ose zonës së Lezhës Shëngjinit, sepse forcot ekonomia e pushtetit lokal, sepse përgjatë këtyre ditëve nga data 4 deri me 8 qershor, vinë mbi 20.000 turistë nga gjithë bota, në këtë mënyrë fillon sezoni veror, edhe këta 20.000 turistë shpenzojnë
dhe forcojnë ekonominë e atij vendi për atë det, si në hotele, si në restorane, si në kafeteri, gastronomi, do të thënë gjithë operatorët bizneset edhe qytetarët përfitojnë shumë nga i festival, sepse në këtë mënyrë vinë 20.000 turista, promovohet ajo zonë e Shqipërisë, promovohet Shqipëria, promovohet Tirana, promovohet gastronomia, mikpritja e kështu me radhë. Do të thonë është një festival i cili ka qëllim multifunksional, si muzikën, promovimin, turizmin, promovimin e turizmit të Shqipërisë, ekonomisë e kështu me radhë. Unë mendoj që është gjaja më e mirë që i ka ndodhur Shëngjinit ndonjëherë, edhe duke marrë parasysh që nga viti 2019 kur është edhe themelu vetë Unumi, unë du me të pyet Arden se unë kom qenë prezente 3 vite me radhazi. Ashtu pikërisht në vitin po këtar patjetër. Është një ndër festivalet që më me famë mori në vitin 2021, nëse nuk gaboj, Arden, më përmirëson nëse gaboj. Në vitin 2021 ka qenë festivali i parë në botë që është mbajt pas pandemisë, pas lockdownit që e patëm në të gjithë globin. Më thuaj, Arden, kur është themelu ky festival, a keni paramendu që mundet me arrit deri në nivelin që jeni sot, që jeni përzgjedhur si festivali më elektronik më i mirë në Europë, nëse nuk gaboj, në botë? Po, është e vërtet kemi marrë në Global Ibiza Awards, në Ibiza kemi marrë si festivali më i mirë në botë, por neve nuk e kemi paramendu që këtë sukses që do bëhet kaq shpejt, duke patur parasysh që Unumin e kemi filluar ne vetë para pandemisë. Pastaj u bë pandemia, pastaj në vitin e tretë u bë edicioni i dytë që organizuam festivalin e parë apo aktivitetin e parë kulturor artistik në Evropë. Do të thonë ka qenë aktiviteti i parë pas karantinës. E gjitha kjo ka qenë koordinim plot me Republikën e Shqipërisë dhe Ministrinë e Turizmit, atë ka qenë Blendi Klosi, që ka jep një përkrajë shumë të madhe festivalin. Ne qysh në janar patëm fillu përgatitet, patëm publiku, dhe njerëzit nuk besojshin, patëm publiku fazën e parë të artistëve, pastaj patëm publiku fazën e dytë të artistëve, patëm publiku fazën e tretë artistëve, kur kush nuk besoj, e gjitha u konfirmu kur mbajtëm konferencën për Shqip në maj në Shëngjit me gjitha organet kompetente të Shqipërisë, edhe atëherë u volës edhe filloi ai vrulli, domethënë attack i turizmit nga gjithë Evropa, nga gjithë bota, sepse ishte festivali, ngjarja e parë kulturore, muzikore, artistike. Unë vetëm po e shtoj në Evropë. Unë vetëm po e shtoj që shumë pak është dëgju Shqip atë, domethënë ka pas turist, mdoket komplet nga krejt globi. Ka pas shumë turist. Epicentër ka qenë. Po, Unumi ka qenë epicentër në për gjitha mediat botërore, si Guardian, BBC, Euronews, se dhe shumë media tjera ka qenë se si në Shqipëri fillan me u rikthy jeta, mu ngjall aktivitetet kulturore, artistike, festivaleve kështu me radhë. Kështu që unë këta njerëz, për mendimin tim, unë ju i konsideroj si ambasadorët më të mirë të një vendi. Unë ju përgëzoj për punën. Do shta bëj me ambasador Masini, nuk i dje. Pas këtë kësaj pune, unë jam e bindën që do me thonë është e pakta që mujna na me bo për juve, që ka bëni ju për vendin tonë. Arden, unë tash, pasi që edhe di nga brendësia, është shumë rëndësishme për mu, si një vizitor i festivaleve të ndryshme, qoftë edhe muzikë elektronike, qoftë edhe muzikë tjetër, organizimi. Mua që më bëm ma shumë për shtypje, normalisht unë shkoj për artistat, për krejt emocionin, do më thonë, me këcy, energjit mirë, me shoqënime me kalu mirë, po pjesë shumë të rëndësishme të një organizimi, eventi, më duket ajo qasja me vizitorët, organizimi që nuk pret radha të mdaja. Sa i duhet Unumit me organizu një edicion, si që është edhe këtë vit, sepse pret një numër shumë të madh të vizitorëve. Edhe ndërkohë du me të pyetën se sa shtete nga sa shtete vinë vizitorë? Pritet që të vizitorë? Po, ose deri më tani që i dëni një statistik? Atëherë, mund t'ju them një statistik prafërsisht se nga cila është nga gjitha shtetet e botës. Tani so shteti nuk e di sakt, po mund të them nga gjitha pjesët e globit vinë nga Australia, nga Amerika, nga Evropa, nga Izraeli, nga shtetet latine, do më thonë nga Balkani, nga Eastern Europe, do më thonë nga gjitha shtetet e botës, që nga viti i parë Unumi sjell turist, duke pasur parasysh që ka fonsa plot që vinë për digjet e tyre të saktuar dhe i ndjekin në të gjithë botën.
Po vlen të përmendet numri më i madh i turistëve është nga Evropa, padyshim, është nga Franca, është nga Zvicra, është nga Gjermania, edhe Britania. Kemi pas një rritje të madhe nga Anglia apo Britania e Madhe, duke patur parasysh që pjesë e organizimit janë edhe një grup i anglezëve, të cilët kanë përvojë shumë të madhe në këtë aspekt, në organizimin e festivaleve, mirë mbi 20 vite me organizimin e eventeve të tilla, edhe normalisht ekspertiza e jonë dhe e tyre është një kombinim shumë i mirë për tregun ndërkombëtar lokal regional. Edhe për këtë arsye, këto janë arsyet pse ti nuk pret në radhë të gjata të dera, pse vjen pija e freskët, e ftohtë. Më thonë, organizimi është mirë perfekte, janë të angazhuar rreth 400 njerëz në organizimin. Wow, shumë. Këto përfshin DJ, menaxhera, shankista, shofer, artista, menaxher, më thonë, Unumi ka dikon një ekspertizë mbi 400 vetave që angazhohen me muaj të tërë për përgatitjen e festivalit edhe pritjen e mysafirëve nga gjithë bota, si nga Tirana, si nga aeroporti e kështu me radhë. Unë do doja ta pyesja Valbona, nëse më lejon. Patjetër. Ardinin, nuk e dia, keni qenë që nga fillimet e para, që nga themelimi, pse konkretisht zgjodhët, duke ditur se kemi shumë perla të bukura në Bregdetin shqiptar, në përgjithësi? Apo shet që do me thonë, atëherë kështu, Shëngjini është një pikë strategjike e vendeve të rajonit. Sepse aeroportin e Prishtinës e ka vetëm 2 orë gjysmë, aeroportin e Tiranës e ka 1 orë, aeroportin e Podgoricës e ka 2 orë, aeroportin e Shkupit e ka 4 orë. Do me thonë, neve logjistikisht e kemi këshyrë se apërshtatet do me thonë ky vend. Kjo është njëra për arsye. Arsyeja tjetër është se neve qysh fillim kemi pas marrëveshje me Republikën e Shqipërisë që dëshirojmë ta organizojmë një festival e cila promovon veriun e turizmit të Shqipërisë. Kjo është tjetër arsye. Arsyeja tjetër është se Shëngjini ka infrastrukturë për mbi 20.000 shtetër. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme. Për ata që nuk e dinë, jugu i Shqipërisë ka perla, është e bukur, ka detin, po nuk ka infrastrukturë. Domethënë në jug Shqipërisë ki vetëm 3.000 shtetër në vërmi, më shumë nuk ki. Po edhe logjistika është pak sa më e vështirë, shumë e qartë. Sepse shkon edhe te Kushëret me flajt, 4.000 shtetër i ki maks. Shëngjini ka një infrastrukturë mbi 20.000 shtetër. Shëngjini, rrethina Shëngjinit, Lezhë, do më thonë, Shëngjin ki variatete të hoteleve, të apartamenteve, të banesave, kështu me radhë. Kështu që këto janë pikat kyçe pse neve kemi dashur të organizojmë një festival të tillë në veri të Shqipërisë. Edhe rana e hedhur është me të vërtetë një perlë e cila do të eksplorohet nga shumë njerëz, sidomos nga te, që të vjetë të ashojnë ka... Unë e kam vizituar Rërën e Hedhur, po jo gjatë festivalit. Po gjatë festivalit është edhe më e bukur. Nuk ki kështu të ndërtime. E qartë. Po, është në pjesën në zonë shumë të... është një vend paksor. Me të vërtet, kur futesh aty, e ndjen vetën sikur janë në një planet tjetër. Fantastike. Pikërisht që the edhe këtë fjalë, ka edhe pyetja e radhës. Është domethënë një ngjësi që vetëm ata që marrin pjesë në këtë festival, me të vërtetë edhe tash që po e kuptoj edhe krejt esencën e emrit që ndërlidhet shumë mirë me Become One, sepse lidhet muzika, lidhet më duket si sot që e thash, lidhet krejt çakrat. Rënditën krejt çakrat dhe shqisat janë më të aktivizuara, po më thuj përveç krejt kësaj, çka e bën Unumin shumë të veçantë? Do me thonë, unë mendoj, mendimi jam, edhe po përgjigjna, edhe bëj pyetjen, edhe po përgjigjna, po është komuniteti i Unumit. Ata që i rinë besnik këtij festivali. Po, në njerëz vinë për muzikën minimal house, deep house që po. Një prej elementeve kyçe është skena e pishave. Po, Pine Stage. Që është një vend shumë i bukur. Janë pisha 100 vjeçare që janë vjetra. Edhe aty kemi një stage ku muzika nuk ndalet 24 orë për 55 net. Edhe normalisht kjo është një prej elementeve që njerëzit i tërheken që të vinë.
as i bukuri mund shosh vetëm në Meksikon, në Tullon, kështu me radhë, në Evropë rrallë dikon mund është me E pa. vërtet. Është klima, është deti, është shërbimi, si që thate edhe jo më herët, është komuniteti, janë njerëz shumë pozitiv, do të thënë njerëzim vetëm për muzikë, nuk ka probleme. Gjithë njerëz janë pozitiv, shoqërohen mes veti, vinë për një qëllim për të socializuar, për të dëgjuar muzikë, për të përjetuar një eksperiencë pak më ndryshe nga gjithë viti që ka domethënë. Ardin, unë do doja të pyesja se sigurisht që keni përshtypje të shumta nga shumë personalitete të cilët vinë marrin pjesë, qoftë ata të muzikës, qoftë edhe mysafirë që i keni nga jashtë vendit, por më thuaj kur vinë për herë të parë dhe kur vizitojnë këto vende të virgjera, sepse shumica e njerëzve janë lodhur me ndërtime të shumta ose me infrastruktura të mira, kjo kur janë është nga luksi, nga këto vendet ekskluzive, luks, po sigurisht, po kur ballafaqohen me natyrën, çfarë përshtypje ka njerëzit kur thonë wow? Më shumë të jashtë të turistët. Dëshmorë dhe një pyet. Ju thom, a keni patur kështu? Po bëja gare. Jo, me të vërtetë është një energji ndryshe dhe gjithmonë marrim feedback mirë sa i përket lokacionit vendit. Unë mendoj që nuk kanë asnjëherë s'kan arsye vizitorët apo gjithë ata që janë në komunitetin e Unumit, asnjëherë ndoshta nuk kanë ndonjë arsye ku mundën mu kapën. Kjo është pose sigurt. Këto më me vërtetu nuk ka. Domethënë gjithçka që të duhet, çdo akses, çdo, siç e tha dhe Ardini, pijën e merr të ftohtë. Domethënë ti nuk pret rend, gjithçka është shumë qasja është shumë e lehtë. Po mbi të gjitha un pak po du mu ndal tek stages. Arden, ka gjithsej 3 stages, nëse nuk gaboj, 3 skena. 3 skena? Po, kemi 3 skena bazë që kanë qenë për vitet të tëra, është beach stage, skena plazhet që fillon ditën dhe mbaron ora 9 mbrëmje, është pine stage, skena e pishave dhe është main stage apo skena kryesore ku luajnë shumë DJ mëdhej, edhe është një secret stage që do të jetë aty, po do ta lëmë kështu secret si surprizë kur të vinë njerëz. Jo, thuj diçka, Arden tregona diçka. Të paktën nuk di atë nuk di. Do duhet të blesh biletën për ta përjetuar. Ja, nuk di asgjë. Çka keni për këto 3 stage-a, njerëz domethënë i gjithë programi DJ-t janë të shpërndarë. Në këto 3 stage-a, janë mbi 100 DJ artistë që janë të shpërndarë. Edhe një ku kemi publikuar një lloj timetable apo programi se kush dhe cili DJ në cilën stage do luan në të caktuar. Për shembull, shumë kam pyet Endmi, ka një muzikë kur do luan, ai do luaj Dylan, do luan main stage, është ato informacioni në Instagram. Edhe normalisht që DJ-at e kanë ditën e caktuar dhe programin e tyre se ku do luajnë, kështu që njerëzit paraprakisht mund ta kenë mundësinë që ta bëjnë një farë lloj agjende kur të vinë, edhe të dëgjojnë artistën e tyre të preferuar në stage të caktuar. Kur vim në Unum e kemi të gjithë shoqëria kalendarin, se unë quaj kalendarin e Unumit, domethënë edhe që organizimi është shumë serioz, Arden kur ulemi në Tureza dhe thojmë unë du me shku te ky DJ, ti don me shku te ai DJ, takohemi këto, piknisja është këto, domethënë gjithçka bëhet një plan shumë i gjatë, po është më se nevojshme me pasën një timetable se kur lëshojnë sepse janë 100 artista. Ndoshta dikush nuk mundet me i dëgju krejt. Po, nuk mundet, domethënë një vizitor me i ndëgju të gjithë, po që artistat e preferuar në kohën e caktuar mundën edhe me Po shumë e rëndësishme programi me orare të jetë paraprakisht, sepse njerëzit duhen ta dinë dhe duhen të bëjnë plan. Tash na që mo e dim se çfarë perle të festivalesh kena në vend, tash më dhe bota po e nje. Unë du pak me kalu në Ibiza ku edhe u mërë çmimi, nëse nuk gaboj Best Global Festival 2025 nga DJ Awards Ibiza. Qysh mur pjesë Unumi në këtë award, në këtë themi ndarëse të çmimeve, pikërisht në Ibiza, kur edhe ekzistojnë edhe miliona festivale tjera, mirë po unë besoj që Unumi është më së meritor. Ata na kanë ftu me marrë pjesë. Pak me të njëfshëm, pak na kanë ftu, pak festivalin mirë, Do me thonë ka ardhë më së natyrshme, sepse me të vërtet është një ndër pirlat që e kemi në Ballkan. Çka pritet këtë vit, Arden, përveç se pas kemi një stage, një secret stage që i shtohet, çka presim diçka
Ka shumë artistë të cilët nuk kanë qenë këtë, domethënë vitet e kaluara, domethënë është big name, është Andy Me i Kanye Music i cili do luan të dielën. Pastaj është Ben Clark rikthehet pas disa viteve, ai do luajë në beat stage. 3 vite nëse nuk gaboj. Në një house set, sepse është i njohur për muzikën techno, por në beat stage do luan house set, është DJ Tennis, ka shumë Rikthehet Ricardo. Ricardo Villalobos është, domethënë çdo vit. Është Ricardo Villalobos, është Cameron Jack, janë Prasleja, Priku, Raresh, domethënë këta romonët që janë gjithmonë standarde në Pine Stage. Tjetërisi është after party që do bëhet në një vend shumë të veçantë aty afër Ranës së Hedhër. After party do bëhet në të hënën. Gjitha informacionet njerëzit mund t'i gjejnë në Instagramin tonë apo në web. Tjetërisi është bileta auditore. Ka çimet variojnë nga 59 euro deri te 99 euro, domethënë të dielën që është NBA është 99 euro, ndërsa bileta komplet paket është për gjitha ditët është vetëm 99 euro, edhe mund t'i blejnë përmes platformave në festival online, ndërsa kush e lën momentin e fundit për të cilët nuk i sugjeroj, mund t'i blejnë te dera sepse do ketë edhe bileta auditore. Fantastike. Ardin, vetëm edhe një mesazh që japna për këta ata që nuk kanë qenë, që ndoshta duan më ardhmë, por për edhe ata që kanë qenë, t'i bindin pak më shumë një push, kështu t'ja japin që këtë vit nuk duhet me mungu në. Besoj gjithë kanë dëgjuar për unumin, i ftoj qytetarët e Republikës Maqedonisë të gjitha etnive të vinë, t'i lëjnë inatët dhe anash, le të vinë, le të festojnë, le të shoqërojnë, le të socializojnë, edhe kur të kthehen nga festivali do të ndihen shumë më të mirë, shumë më pozitive dhe shumë më të përputhshëm shpirtërisht. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Ardin, unë të falenderoj shumë për kohën që ndave për neve, na shihemi në NUM, edhe shpresoj që edhe këtë edicion e vullosni. Desha të falenderoj Alsatin shumë për përkrajen që na ka bërë që nga dita e parë. Jemi shumë mirënjohës, jam shumë mirënjohës, edhe ju jeni pjesë e këtij rrugtimi me neve, na keni përkrahur që nga dita e parë. Ju falenderoj shumë, edhe ju ftoj të vini edhe të festojmë së bashku. Ardin, puna mbarë, suksese, faqe bardhë si gjithmonë. Mirupafshim, ciao. Shihemi. Suksese.